Kur Allah Zogjel e do një rob, Allah Zogjel do thot i jep butësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allah kur e do thot një rob, kur i do thot antar të një familje, Allah do thot në mesin e tyre fut butësi. Kjo do thot që mesin e kur e shef një familje, e shef se burri sillet mirë me gruan, gruaja sillet mirë me burrin. E shef se fëmijët e respektojnë prindrit, dhe prindi do thot është i butë me fëmijën e vet. Dhe e shef se respektohet prindi, gjyshi, gjithë antarët e familjes. Kjo do thot që Allah ka zbrit bereqet në atë shtëpi. Dhe Allah do thot i ka çup butësi, pse? Allah e do të familjen. Për këtë arsye do thot edhe Allah Zogjë do thot ka zbrit do thot mëshirë. E kur i sheh probleme në familje, prej ku po burroj kanë? Prej ku burroj probleme në familje? Prej ku? Nëse Allah e do një familje dhe Allah zbret e ka ta mëshirë, atëre ku qëndron problemi kur ka probleme në mesin e familjarëve? Nuk respektohet prindi, nuk respektohet gruaja, burri, fëmia nuk e respekton prindi. Ku është problemi? Ku qëndron? Te mëkatet, te gjunat, mos respektimi i ligjeve të Allahut. Për këtë arsye do thotë Allah Zogjë thotë e largon butësinë prej aty. Dhe kur e largon butësinë prej aty, atëherë Allah Zogjë do thotë zbret dëshkimi i tij. E për ndëshkimet e tij është padyshim se do thotë mos marrëveshja që e kanë mes vetë dhe problemet, çka i kanë do thotë në familjen e tyre.